Kryeministri i njëherë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nga Dibra deklaroi se rruga e Re Arbërit jo vetëm ka përmirësuar jetën e banorëve të zonës, por ka rritur edhe vlerën e pronës. Me rrugën e Arbërit, një lidhje shumë e shkurtër me Tiranën, me transformimet që po ndodhin në qytet dhe me gjithë këtë natyrë të jashtëzakonshme që ka përreth, nuk është as pak egzageruar të imagjinosh që jo në 50 vjet, po në 5 vjet, 6 vjet, kjo zonë do jetë një nga zonat më të kërkuara të kryeqytetit. Gjatë takimit në Burel, lideri i mazhorancës Edi Rama prezantoi paketën sociale e vizionin e qeverisë për të ardhur në ndihmë shtresave të shoqërisë që kanë më shumë sfida. Kryeministri pranoi problemin e pensioneve të ulta, duke shpjeguar se Partia Demokratike në qeverisje nuk hartoi politika për pensionet, por më tepër po do vendosje të rregulla që nuk lejonin marrjen e një pensioni më të lartë se 200 euro. Kështu që paralelisht do të synojmë që pensionin minimal ta çojmë drejt 200 eurove, ndërkohë që mesatarin për ata që kanë paguar sigurinë shoqërore ta çojmë në 400 euro. Kryeministri premtoi një politikë të re për nxitjen e punësimit, veçanërisht për vajzat e gratë. Sipas Ramës, edhe programi bonusit bebes do të rikonceptohet e do të aplikohen pagesa mujore dhe kush ka më shumë fëmijë do të marrë një ndihmë më të madhe. Por premtimi kryesor i Edi Ramës dhe Partisë Socialiste mbetet antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Këto zgjedhje janë për ta futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian në 2030-ën, apo sje. Dikush mund thot, jo mo jam unë, po jo me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste, nuk bëhet, nuk ndodh. Më vjen keq, po nuk ndodh. Kryeministri Edi Rama ka premtuar në këtë fushatë elektorale përfundimin e negociatave në vitin 2027 dhe antarësimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030.